Qa luftën që kam ba, më vjen keq kur ndëgjoj zotin Haradinaj duke thanë se Albin Kurti është bashkëpunëtor i Shërbisë. Këto flitet keq për Albin, këto flitet keq për Hashimin, këto flitet keq për Fatmirin, këto flitet keq për Amushën. Për mu janë shumë trana këto qka pëjnë të gjejë. Jam edhe njënin ndër formuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sigur, Albin Kurti ishte bashkëpunëtor i Serbisë. Serbia bashkëpunëtor të vetë nuk i ban lëm me drogë, me stopcë. As nuk i maltreton. Njeriut ja kanë thyrë dhe amë të në botë. Albinit ja kanë thyrë dure ka. Unë jam njërin ndër shokët e ti burgut për Albin Kurti që i kam ofru të krahje dhe i ofroj vazhdueshëm të krahje deri në momentin kur unë mendoj se e ka dikur një gabim. Mirë po deri më tani jam njëri po thamë ndër mbështetësit e tij të afërt. Nuk më vjen mirë kur i ndëgjoj disa nga bashkëluftarët e mi. Më vjen keq kur ndëgjoj zotin Haradinaj duke thënë se Albin Kurti është bashkëpunëtor i Shërbisë. Më vjen rana ajo për shkak se sigur Albin Kurti ishte bashkëpunëtor i Serbisë. Serbia bashkëpunëtor të vetë nuk i ban lëm me drogë, me stopcë, as nuk i maltreton. Edhe si një luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës i përjetoj tranda këto fat. Pavarësisht a është kohë fushate politike, as është kohë fushate politike. Njeriut ja kanë thyrë dhe amë të në burg. Albinit ja kanë thyrë dure ka. Nuk po thamë se ja kanë thyrë, po ma mërmenja se e kanë bullam, se e kanë pa me sytë e mi. Prandaj nihem keq kur i një këto farë. Unë as nuk po du me i ba thirrje Ramushit nga këto, as nuk po du me i ba thirrje tjetrit as tjetrit, por deshta me i thonë mos propagandoni diçka çka se ka edhe çka nuk është e vërtet. Betohem në luftën që e kam ba. I kam 5 vjet luftë ilegale, ndoshta më shumë, nuk po hi në veprimtarinë e mahershme politike, por luftë. Edhe jam pjesë më shumë se 5 aksione më të rrezikshme të asaj kohe në Kosovë. Dhe jam i dënuar për një pjesë të atyre aksioneve. Thamë më herët, jam edhe njënin ndër formuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pasha luftën që kam ba, ma shumë se 10 vjet luftë, duke llogarit qëndrimin, rezistencën time, luftën psikologjike me UDB, luftën në përburgje e tjera. Për mu janë shumë trana këto qka pëjnë të gjejë. Këto flitet keq për Albin, këto flitet keq për Hashimin, këto flitet keq për Fatmirin, këto flitet keq për Amushën, këto flitet keq për mu. Për çka? Në fakt, nëse ndale me bajmë analiza, as nuk del Hashimi, çka thuhet për ta, as nuk del Ramushi çka thuhet për ta, as nuk del Fatmir Lima çka thuhet për ta, as nuk del Albini çka thuhet për ta. As nuk dalon çka thuhet për mu, për tjetrin.
këto janë të merë. Mu po vjen rad, po keshe sa po mundet. Hasmi që teri dje kemi luftu, pra Serbia, me ne. Unë flasë kesh për ashën të faqen. Hashimi qëhet flet kesh tani për mu. Ramushi flet për Albinin. Këtë tjetëri flet për tjetërin. Dhe tash opinioni, qytetarët, kur nga ne ndëgjojnë deklaratat e tilla, atëherë automatikisht zbehet imazhi i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe deshta pas deshta harrohet. Mu vjen keq